Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. Pasha malin e Turit Sinait. Allahu i madhruar betohet në këto krijesa madhështore, të cilat bartin shumë urtësitë e mëdha. Ato tregojnë për vërtetësinë e ringjalljes dhe shpërblimit me drejtësi si për të devotshmit, ashtu edhe për mohuesit. Betohen për malin Tur. Ky është vetëm në malin Tur, malin në të cilën Allahu i lartësuar i fori profetit e tij Musa, birit të Imranit Ase, duke i shpallur ligje dhe dispozita të ndryshme. Kjo që një mirësi e madhe, që Zoti i adhuroi profetit Musa dhe umetit e tij, e gjithashtu një shenjë e mrekullueshme për kujdesjes së Zotit për ta, dhuratë për të cilën ata kur nuk mund ta falenderojnë ashtu si e meritën. Dhe librin e shkruar në rreshta. Dhe për librin e shkruar në rreshta, në pergament të shpalosur. Ka mundësi që këtu të flitet për Lauhi Mahfudh, ku Allahu i lartësuar ka shkruar çdo gjë, por ka mundësi që të flitet edhe për Kur'anin e madhëruar, i cili padyshim është libri më i mirë që ka shpallur Allahu dhe ku përmenden ngjarje, jetët e parëve dhe të fundit, njohuritë e parëve dhe të atyre që do të vinë. Të zhvilluar në lëkur. U tefsiru sure et, Tur, ajet 2, dhe tempullim plot haxhin. Betohen për shtëpinë plot vizitor. Këtu bëhet fjalë për shtëpinë e shenjtë që gjendet sipër qiellit të shtatë. Ajo gjithmonë është e mbushur me melek të nderuar. Çdo ditë në këtë shtëpi hyjnë 70.000 melek, të cilët adhurojnë Zotin e tyre dhe të cilëve nuk u bie me radha të kthehen në të deri në ditën e gjykimit. Por në ajit mund të bëhet fjalë edhe për shtëpinë e Zotit në tokë, Qaben, e cila është e mbushur përplot me adhurues të Zotit që bëjnë tavaf, falën e kujtojnë Zotin në çdo kohë, duke kryer haxhin dhe umrën. Po kështu është betuar Allahu i lartësuar në një ajet tjetër, duke thënë, betohen për fikun dhe ullirin, dhe për Turin Sinain dhe për këtë qytet të sigurt Mekën. Të njëjtë tre. E meriton kjo faltore madhështore që Zoti të betohet në të. Ajo është destinacioni i haxhit, që është një nga shtyllat e Islamit. Ajo është faltoria e ndërtuar nga Ibrahimi dhe Ismaili, që Zoti e ka bërë vend qetësie dhe sigurie, dhe kopës së ngritur të qiellit. Betohen për kopën e ngritur lart. I lartësuari betohet për qiellin madhësh, Tur, të cilën e ka bërë siç ati dhe mburoi për krijesat. Ai shërben si mbrojtës i tokës dhe prej tij vjen drita. Nëpërmjet yjeve të vendosura në qiell, njerëzit udhëzohen dhe gjejnë rrugën e errësirë në tokës dhe të detit. Prej qiellit zbret mëshira, shiu dhe çdo lloj furnizimi tjetër, dhe detit të mbushur. Dhe për detin e mbushur plot. Allahu betohet për detin mesxhur, domethënë e mbushur për plot me ujë, të cilën ai e ka mbledhur dhe grumbulluar, duke ndaluar që të shpërthejë dhe të përmbyj tokën. Nëse do të lije i lirë, natyrshëm ai do të dilte nga vendi vet dhe do të mbulonte tokën. Por ligji i vendosur nga i gjithë dituri dhe i urtje bën që ai të qëndrojë i grumbulluar, duke mos dalë nga shtrati i tij. Në këtë mënyrë, Zoti ruan bimësinë, botën shtazore dhe jetën në përgjithësi mbi faqen e dheut. Ky është njëri nga kuptimet e mbijimit mesxhur që cilëson fjalën det në ajet. Sipas disa komentuesve të tjerë, mesxhur do të thotë i ndezur flak. Ashtu siç është deti, aq i madh, i thellë dhe i gjerë, ai do të mbushet me zjarr dhe ndëshkime të lamishme. Të gjitha këto betime madhështore tregojnë fillimisht se ato janë disa nga shenjat e Allahut të lartësuar që dëshmojnë për njohurinë e tij. Së dyti, ato tregojnë se Allahu i madhruar është i plotfuqishëm për gjithçka, për të ringjallur të vdekurit dhe për t'i llogaritur e shpërblyer ata. Me të vërtetë, dënimi i Zotit tënd do të ndodhë. Vërtet, dënimi i Zotit tënd do të ndodhë. Atë askush nuk mund ta pengojë. Kjo është e padiskutueshme që do të ndodhë dhe askush nuk mund ta pengojë. Askush nuk mund të ndryshojë premtimin dhe fjalën e Zotit. Askush nuk mund të ndërhyjë për ta ndryshuar apo penguar gjykimin e Zotit, sepse pushteti i tij është absolut dhe i pasëndueshëm. Askush nuk mund të shpëtojë pushtetit e tij. Me pas, ajeti përshkruan atë ditë të vështirë, kur do të godasë fuqishëm dëshkimi i Zotit, dhe askush nuk mund ta pengojë. U tefsiru suret, Tur, ajet 7. Atë ditë kur qielli do të lëkundet fuqishëm. Atë ditë, qielli do të lëkundet fuqishëm e malet do të shkulen nga vendi e do të lëvizë. Atë ditë, qiejt do të rrotullohen dhe do të lëkunden. Lëkundja e tyre do të jetë e tmeshme, e vazhdueshme dhe shkatruese, ndërsa malet do të shkulen nga vendi dhe do të lëvizin si ret dhe si pluhur në ajër. Kur të tilla dridhje shkaktojnë këto fenomene me krijesat e mëdha, atëherë si do të jetë frika që do të pushtojnë njerëzit, qenia aq të vogla dhe të dobëta. Pe çuditse, e malet e lëkunden me të madhe nga vendi. U tefsiru sure et, Tur, ajet 9. Atë ditë mirë për ata që kanë përgënjeshtruar. Ajo ditë është mjerim i madh për mohuesit, të cilët, të gjytur në gënjeshtra, argëtohen. Ajo ditë është uji për mohuesit. Fjala uji e përdor në ajet që nën çdo lloj ndëshkimi, trishtimi, huajtjeje, anthje frike. Po cili është shkaku që ata meritojnë këtë ndëshkim?
Pikçudit se ata janë tërësisht të angazhuar me gjërat e pavlefshme. Sudi, me të tyre janë tërësisht të përqendruara në njohjen e gjërave të dëmshme, të cilat të çojnë në mospranimin e të vërtetës. Ata të bëjnë që të besosh dhe pranosh të kotën. Kjo është detyria e tyre, ndërsa veprat e tyre bëhen vetëm nga injorantë, mendjelejtë dhe të shfrenuarit në dëfrime e lojëra. E tillë është gjendja e njohurive dhe veprave të këtyre mjeranëve, ndryshe nga dijet dhe veprat e besimtarëve që e pranojnë të vërtetën e Zotit dhe jetojnë me të. Detyria e këtyre të fundit është e dobishme për dynjan dhe ahiretin. Veprat e tyre mbështeten te kjo dije e dobishme dhe kryen me sinqeritet për të kënaqur Krijuesin, që të zhytur në gënjeshtra argëtoheshin. O tefsiru sure et, Tur, ajet 11. Atë dite, kur me fort do të hidhen në zjarrin e xhehenemit. Ditë kur me rrëmbim do të rrihen për në zjarrin e xhehenemit. Atë dite, ata do të thirrën për në xhehenem dhe do të tërhiqen zvarr me fytyrat e tyre për t'u hedhur në të. Në një gjendje të tillë ndëshkimi, ata dëgjojnë këto fjalë. U thuhet atyre, ky është zjarri që e keni përgënjeshtruar. Ky është zjarri që ju e mohonit. Vuajeni tani ndëshkimin e përjetshëm, të cilin askush nuk mund ta përballojë dhe askush nuk mund ta përshkruajë. Pra, a është kjo magji apo ju nuk shihni? Mos është kjo ndonjë magji apo ju nuk shihni? Pikçudit se ka mundësi që kjo pyetje të bëhet për zjarrin ose ndëshkimin me të cilën do të ballafaqohen, sikurse tregon edhe konteksti i ajetit. Pra, kur ata të shohin zjarrin, në formë ironie do të thuhet, a mos është magji, a mos është diçka jo reale, ashtu sikurse pretendonit në dynja, apo ishit e verbër në dynja dhe nuk e shihni të vërtetën. Përgjigja, sigurisht, është negative, nuk është një magji, por një realitet i pamoshëm. Edhe pretendimi i tyre se nuk e shihnin dhe nuk e kuptonin të vërtetën nuk qëndron. Faktet dhe shenjat e Allahut ishin tërësisht të qarta. Profeti u aqarte, soi të vërtetën rreth Zotit dhe mesazhin e tij. Ai i ftoi me mënyrën më të mirë për të besuar Zotin dhe gjithçka që ai uroi të besohet. Pas këtij qartësimi, askush nuk mund të justifikohet para Zotit. Por ka shumë mundësi, gjithashtu, që këtu të flitet për shpalljen që ju dha Muhamedit ase. Sipas kësaj, kuptimi është është magji shpallja që ju dha Muhamedit apo fajin e kapacitësia juaj në të vështruarit dhe kuptuarit e gjërave. Kjo është një pyetje retorike, secilës i dihet përgjigja. Shpallja që ju dha Muhamedit nuk është as pak magji, por është faji i tyre që e shpërfillin atë, edhe pse ajo është vetë e vërteta e sigurt, e argumentuar dhe e faktuar nga Zoti. Përcëlloni në të, duroni apo mos duroni, njësoj është për ju, ky është ndëshkimi juaj vetëm për atë që keni bërë. Dëgjoni në të, e duroni apo nuk e duroni, njësoj është për ju. Ti dini në xhehenem në atë mënyrë që zjarri t'i përfshijë tërësisht trupat e tyre dhe t'u depërtojë deri në zemra. Durimi atje nuk ka vlerë dhe nuk u lehtëson as pak dhimbjen që shkakton zjarri. Po ashtu, edhe pse do të jetë një turmë e madhe që do të ndeshkohet, kjo nuk do t'i ngushëllojë fare. Asgjë nuk mund ta lehtësojë ndeshkimin në xhehenem, sepse ai nuk është i tillë që mund të kalohet me durim e ngushëllim. Ky është ndeshkim i merituar për ta, për veprat që kanë bërë vetë, siç thotë i lartësuari, ky është i vetmi shpërblim për atë që e merituat me veprat tuaja. Me të vërtetë, ata që kanë besuar do të gjenden në kopshtet e xhenetit dhe lumturi. Pasi foli për ndëshkimin e jo besimtarëve, Allahu i lartësuar përshkruan shpërblimin e të devotshmëve që ruajnë kufijtë e tij, duke kryer detyrimet dhe duke iu larguar harameve, në shenjë dashurie, mallëri, mi dhe nështrimin ndaj tij. Kështu, Allahu i lartësuar vendos paralel kërcënimin dhe inkurajimin, shpresën dhe frikën, të vozhdoshme këto për një rob adhurues. Vërtet, të devotshmit do të jenë në kopshtet e xhenetit dhe në begati. Të devotshëm janë ata që i druan zemërimit dhe ndëshkimit të Zotit, duke kryer urrësat dhe duke iu larguar harameve, në shenjë adhurimi për të dhe në kërkim të kënaqësisë së tij. Këta fatrum do të jenë në kopshte që janë të mbuluar me pemë dhe bim që dredhojnë sipër tyre. Nëpër këto kopshte të bukura rrjedhin lumenj dhe lartësohen kështjellat e stolisura. Atje do të përjetojnë lumturinë me të gjitha përma, sa të saj, me zemër, shpirt dhe me trup. Duke u kënaqur me atë që u ka dhënë Zoti i tyre, i ka ruajtur ata Zoti i tyre prej dënimit të skëterës. Të kënaqur me ato që u ka dhuruar Zoti i tyre. Zoti i tyre i ruajti ata nga vuajtjet në zjarrin flakërus. Ata janë të jetë të kënaqur dhe të lumtur me mirësitë që Zoti i tyre u ka dhuruar, të cilat askush nuk mund t'i përshkruajë, sikur se thotë i lartësuari, askush nuk di për atë kënaqësitë e zemrës e të shpirtit që u është caktuar atyre si shpërblim për veprat e tyre të mira në dynja. Segje 17. Zoti u dhuron atyre çdo gjë që e dëshirojnë dhe i ruan nga çdo gjë që i tremben. Kështu vepron me ta i gjithëveshishmi e bamirësi, sepse dhe ata bëjnë atë që Zoti e dëshiron dhe i largohen asaj që ai uren. Duke i uruar dhe përshëndetur, atyre u thuhet:
Atyre u thuhet, ani jepni me kënaqësi për atë që keni punuar. Ani e pini duke u kënaqur për hir të veprave që keni bërë. Gjatë ushqimit dhe pijes, gjithashtu do t'u thuhet, ju bërt mirë dhe u gëzofshi me kënaqësitë e pasnjëshme. Të gjitha këto që po shijoni fituat me veprat dhe fjalët tuaja të mira. Të mbështetur në divane e kanapet e rënditura, do t'i martojmë ata me hyrje, sysht e bukur. Ata do të rrinë të mbështetur në shtretër të rregulluar mirë. Ata do të qëndrojnë të shtrirë e të mbështetur, me rehati e kënaqësi të plot. Shtretërit e tyre janë të zbukuruar dhe të sistemuar. Allahu i lartësuar i ka përshkruar si shtretër me sufe, do me thënë, të sistemuar dhe të mirëvendosur. Ata do të qëndrojnë së bashku me gratë e tyre mbi ata shtretër, ku do të kënaqen dhe do t'i thonë njëri, tjetrit fjalë të ëmbla. Duke qenë se ata do të provojnë në xhenet kënaqësi që lumturojnë zemrën, shpirtin dhe trupin, që askush nuk mund t'i përfityrojë realisht në dynja, atëherë nuk mbetet gjë tjetër që t'i plotësojë kënaqësitë e tyre, veç vrave dhe çfarë ato ofrojnë. Ata do të kenë gratë me të përsosura në cilësitë e tyre trupore, shpirtërore dhe morale, ne do t'i martojmë ata me hyrësi bukura. Ato janë gratë tek të cilat bashkohen bukuria dhe hijeshia fizike me moralin dhe sjelljen e përkryer. Bukuria e tyre që rodit çdo njeri që i shikon e kundron. Zemrat gati pëlqasen nga malli për t'i pasur dhe për të qenë me to, thjesht e vetëm me një shikim të hedhur prej tyre. Sytë e tyre janë shumë të bukur dhe shprehës të dashurisë që fshehin. E bardha dhe e zeza e syve të tyre janë në kontrast vezullues. Ata që kanë besuar dhe u shkojnë pas pasardhësit e tyre në besem, do t'ju bashkojnë pasardhësit e tyre dhe nuk do t'ju paksojmë asgjë nga veprat e tyre, çdo njeri është pend përgjegjës për atë që ka punuar. Besimtarët e vërtet do t'i bashkojnë me ata pasardhës të tyre që i pasojnë në besem, duke mos u paksuar asgjë nga veprat e veta. Ky është një plotësim i shpërblimit dhe i lumturisë së banorëve të xhenetit. Fëmijët që pasojnë prindërit e tyre në besim dhe veprat e mira, Allahu i lartësuar u bashkangjit prindërve që mund të jenë në grada më të larta në xhenet. Kjo bëhet për të shtuar nderimin e këtyre prindërve, por edhe për të shtuar shpërblimin e fëmijëve që ndjekin rrugën e drejtë të parardhës së besimtarëve. Po kështu ndodh edhe anas jetas, nëse fëmijët janë në grada më të larta, Allahu i lartësuar u bashkangjit atyre prindërit besimtar. Sigurisht, kjo gjë nuk e pakson shpërblimin e prindërve ose pasardhësve që i kanë merituar ato grada të larta. Dikush mund të mendojë gabimisht se edhe me banorët e zjarrit do të veprohet në të njëjtën mënyrë, do me thënë që Allahu i lartësuar do t'i bashkojë prindërit me pasardhësit e tyre. Por i madhruari na tregon se gjykimi për dy vendet nuk është i njëjtë, dhe s'ka se si të jetë i tillë, sepse zjarri është vendi ku zbatohet drejtësia e Zotit dhe askush nuk lëshkohet për gjinohet që nuk i ka vepruar vetë apo nuk është bërë shkak, siç thotë i madhruari me pas, që kush është pengi punës së vet. Askush nuk do të merret në përgjegjësi për veprat e të tjerëve. Askush nuk do të pyetet për gjinohun e tjetrit. Atëherë, ky ajet edhe poshtë keq kuptime që mund të lindin në këtë drejtim, dhe do t'ju zgjerojmë dhuntit atyre me pemë dhe mish që ju ka ënda. Ne do t'u ashtojmë të mirat atyre, fruta e mish, si t'ua ketë ënda. Ndër begatitë e shumta me të cilat Zoti do t'i kënaqë banorët e xhenetit janë edhe frutat e shijshme. Rushi, shega, molla e shumë frutat e tjera të mrekullueshme janë kënaqësi që ata do t'i shijojnë, përveç ushqimeve të pakrahasueshme që do të kenë përjetësh në xhenet. Nëse kërkojnë mish, do t'u jepet çdo lloj mishi që dëshirojnë, mish shpendesh apo kafshësh të tjera. Në të xhenet i asgjasë njeri, tjetrit kota të mbushura, atë nuk do të ketë biseda të kota, as me kate. Atje do t'ja kalojë njeri, tjetrit kupa të mbushura. Mes këtyre mirësive, ata do të shkëmbejnë me njeri, tjetrin gota me pije të shijshme, nektar ejtë. Ato u shërbeja me iblikin nga djemosha të përjeqëm, mes kopshteve të bukura. Në xhenet, sikur se thot Allahu i lartësuar, nuk do të ketë fjalë të kota as gjinohe. Atje nuk ka fjalë të kota, të padobishme apo, aq më shumë, të dëmshme, që t'i ngarkojnë me gjinoha dhe të sjellin dëshkime. Por nëse të tilla fjalë nuk ekzistojnë në xhenet, atëherë atje ka tjetër lloj fjalësh. Ato janë fjalë të ëmbla, të buta e qetësuese, që gëzojnë zemrën dhe lumturojnë shpirtin. Banorët e xhenetit i drejtohen njeri, tjetrit me fjalët më të mira, me ngrohtësi e dashuri. Gjithashtu, ajo që do të dëgjojnë prej Zotit do t'i lumturojë më shumë, sepse ai është i kënaqur prej tyre, prandaj u shpreh dashurinë e tij. Do të sillen rreth tyre shërbyes kimanet djemosha të ngjashëm me margaritarin e ruajtur. Mes tyre do të sillen djemosha shërbyes, si të ishin margaritar të fshehur. Ata janë të rinj shërbëtor, të cilët duken si margaritar. Ata do të vërtetë mes tyre për t'u shërbyer gjithçka që dëshirojnë. Kjo është dëshmi e begatisë së madhe që ata do të kenë në xhenet. Dhe njeri, tjetrit i drejtohen duke e pyetur. Ata besimtarët do të afrohen duke biseduar me njeri, tjetrin.
Ata do të diskutojnë rreth çështjeve të shkuara të dynjas. Ndër të tjera, duke folur për shkaqe që sollën shpëtimin e tyre dhe hyrjen në xhenet, ata do të thonë. E do të thonë, ne, me parë, në familjet tona jemi friksuar nga dënimi. Ata thonë, ne, edhe në xhirin e familj, jeve tona druheshim. Nga frika e Zotit. Kuptimi, kur ishim në dynja, ne i drue, shim Zotit edhe në xhirin e familjeve tona. Nga frika ndaj Zotit dhe llogarisë para Tij, i lam gjinohet dhe u munduam të rregullojmë gabimet dhe mangësitë tona. Perëndia na ka dhuruar mëshirë dhe na ka ruajtur nga dënimi i rënd i frymës së muese. Por Allahu na dhuroi të mira dhe na ruajti prej dënimit në afshin përcëllues të zjarrit. Allahu i madhruar na begatoi me mirësitë e mëdha, duke na udhëzuar në rrugën e drejtë dhe duke na ndriçuar për të mësuar dhe kuptuar të vërtetë. Ai na dha sukses dhe forcë për të punuar dhe jetuar sipas udhëzimeve të Tij. Kështu, i lartësuari na lehtësoi rrugën drejt shpëtimit dhe na ruajti nga zjarri përvylues. Ne, më parë në jetën tokësore e kemi adhuruar atë, ai, me të vërtetë, është bamirës dhe mëshirues. Ne jemi lutur atij edhe më parë. Vërtet, ai është bamirësi e mëshirëploti. Ne i luteshim Allahut vazhdimisht, që të na ruante nga ndëshkimi i zjarrit përvylues dhe të na dhuronte shpërblimi në xhenetin e përjetësisë. Ne i kërkonim Allahut nëpërmjet lutjeve të drejta dhe lutjeve të shprehura nëpërmjet adhurimit. Koha jonë ishte e mbushur me lutje adhurime, nëpërmjet të cilave kërkonim mëshirë dhe shpresonim shpërblim prej Allahut të madhuar. Allahu i lartësuar është El Beru, bamirës dhe El Rahim, mëshirëplot. Prej bami, fësisë dhe mëshirës së Tij të gjerë mbi ne është edhe fakti që ai na futi në xhenet dhe në kënaqësinë e Tij dhe na shpëtoi nga zemërimi dhe zjarri i Tij. Andaj, këshillët e jo Muhamedi, se ti, me dhuntin profetnin e Zotit tënd, nuk i asfalgje siç mendur. Atëherë, kujto, sepse ti, me mirësinë e Zotit tënd, nuk i asfaltare siç mendur. Allahu i lartësuar urdhëron profetin e Tij që të kujtojë dhe paralaj, mëroj të gjithë njerëzit, besimtar ajo besimtar qofshin ata. Kështu bëje mundur që zullumçarët të mos kishin me asnjë justifikim, ndërsa të mëshiruarit të kishin mundësinë të gjenin rrugën e drejtë. Allahu i lartësuar urdhëron që të kujtojë njerëzve të vërtetën, pa u shqetësuar nga jo besimtarët, të cilët pengonin njerëzit nga rruga e drejtë dhe nga pasimi i shpalljes së Tij të ndryshme. Ata i kryenin këto krime ndaj profetit dhe të vërtetës që ai e solli prej Zotit të tij, edhe pse ishin të sigurt për faktin se ai ishte i pastër nga çdo akuzë e tyre. I lartësuari mohon çdo mangësi dhe shpifje të trilluar për të dërguarin e Tij kur thot, me mirësinë e Zotit tënd, nuk je as falgjor as siç mendur. Ai nuk ishte falgjor, si ata që kanë në shërbim të veçind, të cilët u sjellin ndonjë lajm nga fshehtësitë të përzier me 100 gënjeshtra. Ai nuk ishte as siç mendur. Përkundrazi, ai kishte mendje me të këthjellët ndër njerëz dhe ishte me juajturi nga ndikimi i shejtanëve. Ai ishte me i sinqerti, me i dituri dhe me i ploti si njeri. Herë të tjera, jo besimtarët shpifnin për të duke thënë. Ose të thonë ata, ai, Muhamedi është vjeshtar, të presin derisa ta zhdukur vdekja. Ata i dhujtarët thonë, ai është vetëm një poet, prandaj po presin derisa vdekja ta zhduk. Kuptimi, ai është thjesht një poet dhe orator bindës, prandaj po presin që koha dhe vdekja ta fshi kujtimin dhe gjumet e tij. Ata pretendonin se libri që solli Muhamedi asa ishte thjesht një poezi, ndërkohë që Zoti e hedh poshtë një shpifje të tillë në ajetet e tjera, ku thotë, ne nuk ja kemi mësuar atij Muhamedit poezinë dhe ajo as nuk është për të. Ky libër është vetëm një mesazh dhe një Kur'an i qartë. Yasin 69. Këtyre njerëzve, Zoti porosi që t'u themi, thuaju atyre, pritni, se, me të vërtetë, edhe unë jam nga ata që presin. Thuaju, prisni, sepse edhe unë po pres bashkë me ju. Thuaj, o profet, prisni vdekjen time, pasi edhe unë se bashku me besimtarët po presin që Zoti t'ju ndihmoj me ndonjë dënim nga ai ose nëpër një duarve tona. A mos u vjen atyre kjo nga mendja e tyre, apo ata janë popull kryenet që e kanë kaluar kufirin? Vallë, mendja e tyre po i detyron, apo janë njerëz pa fe? Mos është mendja e tyre ajo që i shtyn ata të mohojnë dhe të shpifin këto gjëra për profetin. Sa të këqija janë këto mendje, të cilat i japin përparësi të kotës dhe gënjeshtës që kanë një fund të tmerrshëm. Ato e konsiderojnë si të çmendur njeri me të plot dhe me të përkryer, ndërsa të vërtetën e pamohueshme konsiderojnë si gënjeshtër me të madh dhe edhe me budallënjtë do t'i refuzonin të tilla mendje. Vallë, ishin mendjet e tyre që i çuan në atë gjendje. Apo ata ishin zullumçar që nuk ishin kufi. Kjo është e vërteta. Kalimi i kufive nga ana e tyre nuk ishte të mbaruar. Trajnimi i tyre ishte i papërmbajtur, ndaj të mos të duket çudi asnjë fjalë dhe vepër e tyre. Apo thonë, ai e ka trilluar atë Kur'anin. Jo, por ata nuk besojnë. Në fakt, ata thonë, ai e trilloi atë Kur'anin. Jo, kurse si nuk është ashtu, por ata nuk besojnë.
A mos ishte Muhamedi ase, që e trilloi këtë Kur'anin nga mendja e tij? Jo, kursesi. Ata ishin njerëz që nuk besonin. Nëse do të besonin, nuk do të thoshin fjalë të tilla. Andaj, le ta sjellin ata një fjalën të ngjashëm me të, nëse thonë të vërtetën. Le ta sjellin një libër si ai, nëse është e vërtetë ajo që thonë. Kuptimi, nëse jeni të sinqert kur thoni se është Muhamedi ase. Ai që e ka trilluar këtë libër dhe nuk është shpallja e Zotit, atëherë, duke qenë se ju jeni mjeshtër të krijimit letrar, silleni edhe ju një vepër të tillë apo edhe disa rresha si ai. Nëse nuk e bëni, atëherë duhet ta pranoni që Kurani është shpallja e Zotit të Madhëruar. Megjithatë, dijeni se, sikur të mblidheshit të gjithë së bashku, njerëz dhe gjindë, dhe të përpiqeshit të bënit një vepër të tillë, kur nuk do t'i arrini qëllimit, madje as edhe t'i afroheshit atij. Ju keni dy mundësi, ose ta pranoni Kuranin dhe të udhëzoheni me dritën e tij, ose ta refuzoni atë dhe të vazhdoni në humbje, për kocsinë e secilës jeni të vetëdijshëm. A mos vallë, ata janë krijuar pa krijues, apo mos janë ata krijues të vetvetes? Pe çuditse. A mos vallë, ata u krijuan prej asgjëje, apo ata vetë janë krijues? Pe çuditse ky është një arsyetim, para se cilit atyre nuk mbetet veç se t'i nështrohen të vërtetës dhe ta pranojnë atë, ose, në të kundërt, do të duhet të kundërshtojnë logjikën e shëndosh dhe besimin e drejtë. Ata mohojnë njësimin e Zotit, profetët e Zotit dhe shpalljet e tij. Kjo do të thotë që ata mohojnë faktin se është Allahu ai që i ka krijuar. Megjithatë, qoftë nga ana logjike, ashtu edhe nga ana fetare, për pyetjen e shtruar ekzistojnë vetëm 3 mundësi përgjigjeje. 1. Ata janë krijuar nga hiçi, pra, pa pasur një krijues, por kjo është e pamundur. 2. Ata janë krijues të vetvetes, por edhe kjo është paqë e pamundur. Duke qenë se të dyja këto mundësi janë të papranueshme, atëherë mbetet mundësia tretë, 3. Është Allahu ai që i krijoi ata dhe gjithçka tjetër. Atëherë, nëse arrihet në këtë përfundim, kjo do të thotë që Allahu të konsiderohet si i vetmi që meriton adhurimin e krijesave, në shtrimin dhe përkushtimin e tyre. Adhurimi nuk lejohet të kushtohet askujt tjetër veç tij. A mos vallë ata kanë krijuar qiellin dhe tokën? Pe çuditse jo, por ata nuk duan të besojnë. Vallë, ata i krijuan qiellin dhe tokën. Pe çuditse kjo është një pyetje se cilës i dihet përgjigja, por që drejtohet për ta pohuar me më shumë forcë. Askush nuk ka krijuar gjë në këtë gjithësi, as në qiell as në tokë, veç Allahu të vetëm dhe të gjithë pushtetshëm. Ata nuk kanë asnjë grim pushtetin e qiellit dhe në tokë. Kjo është shumë e qartë dhe lehtësisht e kuptueshme, por mohuesit nuk binden, sikurse thot Zoti, jo, nuk është ashtu, por ata nuk janë të bindur. Ata nuk janë të bindur që të mund të përfitojnë nga argumentet e fesë dhe ato logjike. Vallë, a mos në ta është thesari i Zotit tënd, ose vallë ata sundojnë. A mos zotrojnë thesaret e Zotit tënd? Pe çuditse vallë, depot e mirësisë e Zotit të lartësuar janë në duart e këtyre mashtruese jo besimtar dhe ata japin atij që duan dhe privojnë atë që duan. Kjo, me sa duket, është edhe arsyeja që atyre u duket e pamundur dhe jo e drejtë që Allahu i madhëruar dhe i urti adhuroi profecinë robit e tij, Muhammed, ditas. A thua se janë ata përgjigjesit dhe shpërndarësit e mëshirës dhe mirësive të Zotit? Në fakt, ata janë shumë më të urët dhe të parëndësishëm që të pretendojnë të tilla gjëra. Ata nuk kanë mundësi të ndihmojnë apo dëmtojnë as veten e vet. Ata nuk mund të dhurojnë jetë, nuk mund të sjellin vdekje dhe nuk mund të ringjallin krijesat. Vetëm në dorët e Zotit është i gjithë pushteti dhe mbretërimi në qiell dhe në tokë, në dyna dhe në ahiret. Allahu i madhruar thot, mos vallëjan ata që përcaktojnë mëshirën e Zotit tënd. Pe çuditse ne kemi përcaktuar për ta se si do të jetojnë në këtë botë. Ne e kemi ngritur disa më lart se të tjerët, që të përfitojnë me shërbi, me ta njëri tjetrit. Mëshira e Zotit tënd është shumë më e vlefshme se sa çfarë grumbullojnë ata. Zuruf 32. Apo mos janë ata mbizotëruesit? Pe çuditse a mund të marrin ata në sundim krijesat dhe mbretërinë e Allahut me forcë ose me luftë? Sigurisht që jo. Ata janë të varfër, nevojtar dhe të pafuqishëm kundrejt madhështisë së Allahut. Vallë, a mos kanë shkallë me të cilat ngjiten lart e përgjojnë? Pe çuditse le të sjellë ai përgjuesi i tyre argumente të qartë. A mos kanë ata shkallë të larta mbi të cilat përgjojnë? A kanë ata një rreth të fshehtave të Zotit apo ndonjë mundësi që të dëgjojnë bisedat e qiellit dhe në këtë mënyrë të dinë atë që të tjerët nuk e dinë? Atëherë, le të sjellë përgjuesi i tyre ndonjë provë të sigurt. Ai që pretendon të tilla gjëra, le të sjellë ndonjë provë të pranueshme. Po si mund të ndodhë një gjë e tillë, madje si mund të mendohet ajo? Allahu i madhruar është i gjithditur për të fshehtat dhe të dukshmet dhe nuk i ja tregon askujt të fshehtat e tij, përveç atyre që i ka përzgjedhur si profete, të cilëve u mëson aq sa ai dëshiron. Muhamedi asa është profeti më i zgjedhur, më i ditur dhe imami të gjithë profetëve. Ai njoftoi botën me lajme nga i madhruari dhe i urdhëroi ata që ta njësojnë atë në adhurim.
Ai erdhi ndër njerëz me përgëzi, me dhe kërcenime dhe solli rrëfimet e vërteta për të shkuarën dhe të ardhmen. Ndërsa nga ana tjetër qëndroi mua, si të profetëve, të paditurit, të padrejtë të armiqtë të vërtetës, që trillojnë lloj gënjeshtrash të pabaza. Atëherë, cili e meriton të dëgjohet dhe të pasohet? Profeti solli aq shumë prova e mrekulli për vërtetësinë e shpalljes së Zotit, saqë ajo tashmë konsiderohet si detyria më e sigurt dhe e padiskutueshme. Ndërsa pala tjetër nuk arrin as të justifikohet për rrugën që ka zgjedhur, e as më pak të argumentojë saktësinë e saj. Apo për të janë vajzat e për ju djemt. Pikëshuditse. Vallë, për atë janë vajzat, kurse për ju djemt. Pikëshuditse si është e mundur vallë që të trilloni të tilla paturpsi për Zotin e gjithësisë? A kanë fund shpifjet tuaja? A ka kufi paturpsia juaj? Se pari, shpifni dhe thoni se Zoti ka fëmijë. Së dyti, pretendoni se ju takon lloji më i preferuar i fëmijëve, pra, me shkujt, ndër sa Zotit i takon femrat. A ka fyerje më të madhe në adresë të madhruarit të plotfuqishëm? Pikëshuditse. Vallë, a mos kërkon ti prej tyre shpërblim e që ata të jenë të ngarkuar me këtë? Pikëshuditse. A mos po kërkon atyre shpërblim e ata janë të rënduar nga shpenzimet? A mos po kërkon atyre ndonjë shpërblim për kumtimin e plotë të shpalljes së Zotit dhe kështu ata janë të rënduar nga shpenzimet kundrejt teje? Jo, as pak. Përkundrazi, angazhimi yt i vetëm është që ata të udhëzohen, madje jeti ai që u jep atyre pasuri të shumta, me qëllim që zemrat e tyre të zbuten dhe të pranojnë ftesën tënde, që ditëria dhe imani të zënë vend në zemrat e tyre. Ose, a mos tek ata është sekreti e ata përshkruajnë? Pikëshuditse. A mos njohin ata shqetësitë që të mund të shkruajnë? Pikëshuditse, a mos po kurdisin kurthe kundër teje? Le ta dinë atëherë se në kurth do të bien vetëm ata që nuk besojnë. Kurthe që ata ngrenë rëndojnë veç mbi kurizin e tyre, sepse nuk dëmtojnë njeri tjetër. Dhe, vërtet, i madhruari e çoi në vend këtë premtim ndaj të dërguarit e tij, prandaj vetëm Allahut i takon falënderimi dhe lavdia për këtë. Edhe pse qafirët nuk lanë asnjë mjet dhe rrugë për të luftuar dhe shfarosur profetin dhe fenë e tij, Allahu i madhruar e ndihmoi të zgjelluarin e vet, duke bërë që feja e tij të triumfojë mbi të gjithë armiqt. Apo dëshirojnë ngatëresë, e vetëm mohuesit do të jenë të ngatruar. U tefsiru sure et, Tur, ajet 41. Ose ata kanë Zot tjetër pos Perëndisë. Perëndia është i lartësuar mbi atë çka i përshkruajnë atij. A mos kanë ata ndonjë Zot tjetër, veç Allahut? I lartë është Allahu nga gjithçka që ata i shoqërojnë. A kanë ata ndonjë Zot tjetër, të cilët i luten, sepse shpresojnë shpërblim dhe ndihmë prej tij dhe i friksohen dëshkimit e tij? Pikëshuditse i lartë është Allahu nga gjithçka që ata i shoqërojnë. Ai nuk ka shok dhe partner në pushtetin dhe mbretërimin e tij. Ai nuk ka shok edhe në meritën e adhurimit. Këto fjalë janë në vazhdim të kontekstit të përgjithshëm të surës dhe përforcueset e tij. Këto ajete tregojnë për pavlefshmërinë e adhurimit të çdo gjëje tjetër veç Allahut dhe se çdo adhurim që kryejnë idhujtarët është i papranueshëm, madje i dënueshëm nga i madhruari. I vetmi të cilit duhet i përkushtohen adhurimet, namazi, sejdja dhe nështrimi është Allahu i pashoq. Çdo adhurim duhet i përkushtohet vetëm Allahut, me sinqeri, të plot dhe sipas porosive të tij dhe të profetit e tij. Vetëm Allahut i drejto, anë lutje të drejtë për drejta dhe lutje të shprehura nëpërmjet adhurimeve. Vetëm ai është Zoti në qiell dhe në tokë, sepse vetëm ai është i plotë në emra dhe cilësitë e tij. Të mrekullueshme, të bukura dhe të urta janë veprat e tij. Ai është i madhruari e bujari. Ai është krenari, ngallëntari i pamposhturi. Ai është një. Allahu është Samet, ai që çdo krijesë i drejtohet për çdo nevojë. Ai është i madhruari, i lavdishmi, i lartësuari. Dhe, sikur të shihni se po bjen një copë nga qielli, do të thoshin, ret e grumbulluara. Në këto ajete, Allahu i lartësuar na bën të ditur se idhujtarët, të cilët e mohuan të vërtetën e qartë, edhe sikur tu silje çfarëdo lloj argumenti e prove, kur nuk do ta pranonin dhe nuk do ta pasonin atë. Përkundrazi, ata do të vazhdonin me kokë forcin e kotësinë e tyre dhe do të përdorin çdo lloj justifikimi për të mos e pranuar. Kështu, i lartësuari thot, edhe sikur të shihnin ndonjë send duke rënë nga qielli, ata do të thoshin, është vetëm një grumbull rresh. Edhe sikur nga qielli të lëshoheshin sendet e mëdha ndeshkuese, ata përsëri nuk do të besonin, por do të vazhdonin në verbërinë e tyre e do të thoshin, është vetëm një grumbull rresh. Janë thjesht disa rre të mëdha dhe të zakonshme. Ata do t'i kalonin si pa të keq këto shenja, duke mos nxjerrë mësime prej tyre. Për të tillët, ilaçi i vetëm është ndëshkimi, siç thotë i lartësuari më pas. Liri ata, derisa të mos takohen me ditën në të cilën do të shkatërohen. Prandaj, liri ata derisa të përjetojnë ditën kur ata të shtangin. Ajo është dita e Kiametit, kur ata do të ballafaqohen me ndëshkimin, dhimbjen dhe dëshpërimin, që kur nuk mund të përshkruhen me fjalë. Ditën në të cilën
dinakërit e tyre nuk do t'u bëjnë dobi asgjë dhe kur ata nuk do t'i ndihmoj askush. Ditën kur dredhit e tyre nuk u bëjnë me asnjë dobi e kur nuk do të ndihmon. Atyre nuk do t'u bëjnë me asnjë dobi dredhit e nuk do të ndihmohen as pak. Në dynja, ata mund t'i mundsojnë vetes ndonjët e mirë dhe të shpëtojnë nga ndonjë e keqe nëpërmjet intrigave dhe hilleve të tyre, por kjo nuk ka për të funksionuar ditën e Kiametit. Ato ditë, dredhit e tyre nuk kanë për t'u bërë dobi dhe nuk mund t'i shpëtojnë dot nga ndëshkimi i Allahut. Me të vërtetë, për zullumçarët ka edhe dënim tjetër pos këtij, por këtë shumica e tyre nuk e dinë. Është e vërtetë se për ata që bëjnë padrejtësi, ka një dënim më të afërt se ai, por shumica e tyre nuk e dinë. Pasi foli për ndëshkimin që i pret zullumçarët ditën e Kiametit, Allahu i lartësuar tregon se ata do të përballen me ndëshkimin qysh në jetën e berzahut, në varr, para se të ndodhë Kiameti. Madje kjo thënie përfshin edhe vuajtjet që Zoti ju jep në jetën e dynjas, me katastrofa, luftëra dhe dënime të ndryshme. Megjithatë, shumica e njerëzve nuk e dinë, prandaj vazhdojnë rrugën e tyre të humbjes dhe mosbesimit, e cila e ka përfundimin në ndëshkim të rënd. Kështu, i lartësuari pasi argumentoi me fakte kutsinë e fjalëve dhe besimeve të mohuese, urdhëron profetin e tij që të mos u kushtojë vëmendja atyre të humburve, por të bëjë durim dhe të presë për gjykimin e Zotit dhe urdhat e tij. Ai duhej të përkushtohej në zbatimin e porosive të Zotit, i cili i premton të ndihmë dhe sukses, siç thuhet më pas. Ti duro për vendimin e Zotit tënd. Me të vërtetë, ti je në mbrojtjen tonë dhe lavdëroje duke e falendëruar Zotin tënd kur të ngritesh. Bëj durim me gjykimin e Zotit tënd, se ti je në mbikëqyrjen tonë. Ti je në vazhdimin për kujdesin dhe ruajtjen tonë. Është Allahu i madhruar ai që të mbështet dhe të udhëzon ty në çdo çështje, prandaj bëhu i durueshëm me vendimet e tij. Gjithashtu, Allahu i lartësuar urdhëron të shtojë dhikr, dhe adhurime të tjera, madhroje me falënderim Zotin tënd kur të ngrihesh. Ky është urdhër për namaz nate. Pra, kur të ngrihesh për të falur namaz nate, përmende Zotin tënd duke i bërë tesbih. Ose ka kuptimin kur ngrihesh për të falur 5 namazet farze. Mbase ky është më i saktë, sepse i lartësuari përmend në vijim edhe dhikr, i gjatë natës, kur thot: "Dhe madhroje atë edhe natën edhe pas perëndimit të yjeve." Edhe gjatë natës adhuroj atë, si edhe kur yjet nuk duken më. Adhuroj Allahun në fundin e natës, ku bën pjesë edhe namazi i sabahut. Sidoqoftë, Allahu është me i dituri për gjithçka.